18 vjeçaria i kishte treguar edhe mësueses vrau kunatin pasi përdhunonte të bijën, zbardhen dëshmi tronditse. Erion Pelivani ka abuzuar edhe me të tjera vajza të mitura. Janë zbardhur të tjera detaje në lidhje me vrasjen e 33 vjeçarit shqiptar në Greqi Erion Pelivani nga kunati i tij 50 vjeçar pasi ky fundit kishte zbuluar se i kishin përdhunuar vajzën e tij për vite me radhë. Avokati mbrojtës i 50 vjeçarit që kreu krimin, Aleksis Skogja, ka deklaruar se vajza 18 vjeçare kishte folur me një mësuese për rastin e abuzimit të saj përpara se babai i saj të kryente vrasjen. Ka një element tronditës që është element zyrtar. Nuk dua të zbuloj asgjë më shumë. Megjithatë, ka një element që në një moment të padyshimt, para se njeriu që unë mbroj të kryente aktin pasi kishte mësuar se çfarë po kalonte vajza e tij, vajza e kishte treguar më herët mësueses së saj në universitetin që ndjek, ka theksuar avokati. Autori e ka kuptuar për masat e pasojave të veprimit të tij dhe vetmja gjë që shqetëson tashmë është e ardhmja e fëmijëve të tij. Ai pyet vetëm për fëmijët e tij dhe shqetësohet se si do të jetojnë pasi ai ishte mbështetësi tyre, ka treguar avokati i autorit. Ndërsa persona të afër me 18 vjeçaren ka treguar fakte të reja. Një mik e saj ka deklaruar se 33 vjeçari tashmë i vrar e vizitonte shpesh në shkollë vajzën, madje priste kur dilte nga mësimi. Ai vinte jashtë shkollës, priste gjithmonë që vajza të mbaronte mësimin. Më herët ai ngacmonte vajza të tjera, madje ajo kishte ndërhyr dhe i kishte thënë të ndalonte atë që po bën, se ajo është shumë e vogël se ai. Në përgjithësi ka gjetur vajza në 18 vjeç, ka rrëfyer shoqja e 18 vjeçares, ndërkohë telefoni 33 vjeçarit është dërguar për ekspertim, pasi aty ka edhe video që tregojnë momentet e abuzimit me 18 vjeçaren. Siç shprehet avokati, viktimet 33 vjeçarit kanë qenë edhe vajza të tjera.